Dhe ishte vetë Spaku që bëri një njoftim për këtë gjë, vetë Spaku na tregoi çështjen e vilës apo çështjen e futjes së akuzave edhe në korrupsion. Pra, edhe vonesa se sigurisht, por ne nuk dim nëse me sen se u futëm këtë temë, të thellohesh, ne nuk dim nëse Spak e ka dërguar çështjen në GKKO për kërkesë. Herën e parë, në mos gaboj, u mbajt 34 ditë përpara se shkonte në kuvend, dhe e dyta, unë nuk shoh as përgjegjësi politike dhe qytetare, sepse nuk do të ishte çudi që dikush që është në parlament dhe merr përgjegjësi për të publikuar më shumë nga dosja, qoftë edhe kundrejt ndëshkimit penal, do të jep të mundësi opinionit publik për të arritur presionin, se kjo protesta këtë bën mbështetje e presionit pozitiv në institucioneve për të përmbush detyrimet e tyre karshi shtetit. Por ajo që desha të them lidhur me investimet, me qenë se aty e nisëm, dhe kriminalizimin e ekonomisë. Duhet pranuar që akumulimi i shumave të mëdha të parave në duart e segmenteve të krimit organizuar, të segmenteve të korruptuara të politikës, ka krijuar një presion shumë të madh për legjitimimin e këtyre parave, për materializimin, trupëzimin e këtyre parave në objekte kryesisht pasurive të patundshme. Dhe këtu është shpjegimi, ndoshta edhe për një pjesë jo të vogël të Albanian Files, këtu është shpjegimi për ligjet e porositura apo të qepura sipas interesave të individëve, këtu është shpjegimi për sigurimin e koperturës ligjore që këto para, përfshirë edhe amnistin penale, fiskale dhe të individëve, të aseteve, që ka krijuar pikërisht të mekanizëm që i mikston të trija parat, vendin për të investuar që ja merr dikujt për interes publik dhe jep një privati tjetër, dhe mekanizmat ligjor që e garantojnë këtë lloj qëndrueshmërie, që kemi rënë te pikë ku kursi i këmbimit vazhdon të jetë i zhvlerësuar dhe është e pranuar gjithësisht, përveç Bankës së Shqipërisë, të gjitha institucionet e tjera e pranojnë dhe e shohin me sy. Këmbimet në zyrat e këmbimit valutor janë disa herë më të mëdha se sa para 5 vitesh apo më përpara. Qarkullimi i parave jashtë kanaleve bankare është nga nivelet më të larta konstante gjatë dekadës së fundit. Ndërkohë, mbi çmimin e monedhës tonë kombëtare ka filluar të vras edhe kontributet e turizmit në ekonomi, sepse turistët që vinë, ata që vinë, shumica janë shqiptar nga vendet e rajonit apo shqiptar që jetojnë jashtë, harxojnë më pak sepse ky është efekti i kursit. Industria fason është e ndëshkuar prej 5-6 vitesh a më shumë, shumë e ndëshkuar. Dhe në këto kushte është e qartë kriminalizimi i ekonomisë. Ndërkohë, sa takon asaj që përmendni Juli lidhur me pasuritë sekuestruara, do të sqarojmë diçka. Të shitshme janë vetëm pasuritë e konfiskuara. Po. Ka një mbështetje ndërkombëtare. Po shesim pronarët që i kanë, domethënë, jo nuk janë të konfiskuara. Nëse institucionet nuk bashkëpunojnë sa duhet me Spakun, mos prit të ketë rezultat tjetër. Cilat institucione preçi, se kjo është pastaj eufemizëm, nëse institucionet nuk bashkëpunojnë me Spakun. Është të kuptueshme, shikoni Spaku. Institucione më nuk ka. Albanian Files na ka demonstruar që institucione nuk ka. Shikoni, ndoshta ne duhet ta shohim